Pra për mëna kur Krishti ka ardhë, për mëna rrit një këtë dignitet, edhe Krishti ka themelu kishën, Zoti ja asiston kishën për çdo moment. Në përmet fuqi shpirtit që çdo moment është afër kishës. Për du me dho një kod për Shën Agustinit, Shën Agustinit thot një vend thot, kisha nuk mundet kur me kanë e përsosën, sepse është e bame për njerëzve. A gëdon që kena afektet e mkatit original, por kisha ka me kanë gjithmonë e përsosën, ka me kanë e shajt, sepse është shpirti shajt më rënë. Pra ne edhe mësimin e kishës, vjen prej Zotit, edhe kisha maturtin që e ka marrë prej Zotit, e ka kriju që na i thëmë kalendari liturgjik. Pra mu bëhet dukshme, një diqa me e bëhet dukshme një fuqi edhe një energji jashtëzakonshme hyjnore që ekziston te kisha edhe që do në me Allahn të njerëzve. Kja quta e liturgjia me e bëhet prekshme një diqa. Edhe ba me e vure janë 3 ciklet, cikli A, B dhe C. Janë 3 ciklet. Pra në kjo se një person ka me shku në kish për çdo ditë, për 3 vjetë rësht, e ka lexu komplet unillin. Biblën, prej fillimit deri në fund, me testament vjetër, e me testament të ri edhe me aktet e apostujve. E ka gjithçka e ka bërë në mënyrë ideale. Sepse ka kalu në për tanë pjesë e shkrimit shajt, pra ka marrë gjithçka që është e mujtun për me marrë për i kishës. Atëherën pra është A cikli, thaç cikli A, B edhe C. Kur fillon një cikël, fillon me festën e adventit. Kjo si u kujtojnë e kena ba bashkë për kur ka kanë përgatitja Krishtlindjet. Advent do më thanë ardhja, do më thanë periulla e ardhjes. Qa është periulla ardhjes? Du mu nalë për i sekund dhe me e kap, vetëm për i sekund me e kap njën. Nuk ka njëri në botë, asë njëri në botë nuk ka që nuk e donë Zotin, ose që ka problem me Zotin. Edhe ata që e shprehin, që thonë jam ateist, ata janë negligent, janë kështu, si me thanë, nuk i napin në rëndësi, e neglijojnë, po ata donë. Nuk ka njerëz edhe me kishën, jam të i thanë me kishën si trupi mistik, i Krishtit. Adin kisha universale, me papen, me kardinalet, me priftat, me tanë kisha universale. Njerëzit s'ka në problem. Mësimit e kish janë të përsosëna. Kisha me dash mas me pas problem mas me priftat. Një tjetër njerëzit. Mundin ka herë njerëzit me pas probleme me priftat. Kur thëm priftat mas i merë një parasysh ata që kanë batë këqia, se thot Krishti, shumë janë të thirrun e pak janë të zgjellun. Jam të i folë për priftat e zgjellun. Janë edhe të tjerë që nuk janë zgjellun, por që ja vitën mënyrë tjerë, po e bajnë në të punën, po e bajnë në ryshej. Pak ma të zbe, në kjo se mundë me thanë, pra për të zgjellunit. Edhe ata kishte kanë mirë me shku mirë njerëzit me ta. Po vjen pyetja, pse njerëzit nuk i napin rëndësi fesë, kur a përsosën, si thashën e shof njëtën dajme, kam lexu shumë libra, kam pas shumë qef librin. Kur kam lexu Biblën, ka kanë mua bukra gjanë jetë teme që kam pa. Që më ka nërshu komplet jetën për mirë. A më kupton? Pse nuk vinë njerëzit me lexu Biblën? Pse nuk vinë njerëzit e në kish? Pse janë dvokt, në kjo se mundë me thanë, adin janë dvokt. Vetëm për një arsye, sepse nuk dojnë me nërshu. Njerëzit nuk dojnë me një fjallin e Zotit, se s'dojnë me nërshu. Dojnë me vazhdu një ashtu me pi alkohol, me marrë drogë, me mashtru, me rrejt, me thy kunorin, me ushtru forcë e brutalitet të ata që janë matë dopt, me i mashtru ata që janë matë pa ditën e me rralë, me përfitu. Njaj nuk dojnë me nërshu. Sepse njatë sekund që një njëri dojnë me nërshu pa më shkon të Zotit, edhe nërshimi ka në kanë perfekt. Pra edhe kisha e merë njërin, në përgjithësia që do në Zotin atë që e pranën Zotin atë që se pranën të ana, edhe kadal fillon me e njofë, pra e përgatit në kohën e ardhjes Krishtit, e përgatit që Zoti aty arë në zemrën tënde, e përgatit me kohën e ardhjes, pra para Krishtlindjeve, edhe në atë moment lenë Krishti, edhe atëherë bat evidente që biri i Zotit a këtu, jepni vëmendje,
gjatë periudhës së ardhjes, ajo kujtohet kur gjën pak Zusi thot, përgatit një rrugën e Zotit, ul një malit, mush një gropat, që ban një drejt pa marrë Zotit drejtën ne. Momenti që lini Zoti u ba evident, tash në Betlehem, ka në artë tërmëretnat, me epifanine me tana, tash njërzimi, ai që dënë me nërshu, ai që dënë me improve, që dënë me përmisu jetën, fillën mi dhanë vëmendje, wow! Ka që fort e deshti Zoti botën sa për unë një vetmin birin e vetë. Në thot Gjoni në njëllë. E për unë një vetmin birin e vetë për më ba. Pra, me krishtinjet në tërheket vëmenja, ne në pregatit. Fillë sa marën pakzimi, që është epifania, pra ardhja tërmëret, kur krishti i qfaqet botës, që biri Zotit është në botë, ka marrë trup njërit, edhe ka në botë me nejtë me ne, atë janë vjen koha tanishme, koha e zakonshme, janë kanë 8 javë këtë vjetë, që kohë tanishme. Qa ka kanë? Pra unë që jam të interesu për birin e Zotit, që ka ardhë tokë, du me nitash, që thoti kë biri i Zotit, kusha misioni ti, që na ofrën ne biri i Zotit. Edhe janë njëta javë që na lexojmë në njëllë për çdo dile, edhe gjatë javës, që thot Krishti kështu në mësën, du një armit shtuj, po i rashput një në sfaqe, këthejt jetin, pra në nepi konstruksion. Prep nuk kena nërshu, jena të një. Momentin që vinë kreshmet, pra kur fillën me të mërkurën e përhime, që janë 40 ditë, 7 javë, me të mërkurën e përhime, në ta shpërimësimit Krishtit, e kena marë mësimin e Krishtit edhe e kena një vizion të mërkullushëm se si duhet me kanë. Ja, kupton. Edhe tash në momentit që e shof këtu, i shtu do ka me kanë, edhe thë me vedi, unë nuk jam një ashtu. Atë janë vjen punët që unë duhet me nërshu, edhe për me nërshu duhet me pranu herë që i ke do mkate ti. I ke i këtë keqe, jam në vrik, flas për tjerë, jam i naqor, nga të roj njerëzit, menen e muaj vetëm me të raftu e me ba, vëmbo me tana, edhe atë janë i thomë, o, zotun, s'pas kam kanë kur kundu, unë kam menu se jam djali mirë, jam vajzë mirë, kam menu se jam njëri mirë, po s'ka kam kur kundu. Atë janë vetë vetjurt në ullit kryt, po është edhe, o, zotun falë edhe hadhim hinin, në kry, mërkurën e përhime, edhe priftin a thot ne, adin pënoju, edhe rri besnik, shkrimit shajt. Një ati mësimit Krishtit rri besnik. Mas më beso mu, besoj shkrimit shajt. Rri besnik, unë vetëm kam e talan. Edhe fillojnë kreshmet. Çfarë është kreshma? Bravo, tash në qofë se në kohën e ardhjes, ne në t'ju përgatit për Krishtin. Ardhi Krishti, atë janë në kohën e tanishme, nim për Krishtin. Tash fillon me kreshmet një mu pastru, mu pjur, mu purifiku, mu pastru për aty në të këqijave që kena pas. Në përmjet lutjes, në përmjet agjerimit, edhe në përmjet elmos për me lanë. Praktikisht, kundër kujt këqijave neve duhet pastrojme? Këqijave që kena akumulu, na vetë, në këtë jetë materiale, të i kanë lërgë për e Zotit. Po ka shumë njerëz që kanë elemente e forma janë të mbushur me të këqija, po ata nuk e dinë, mendojnë se bëjnë mirë. Eksakt. Tash, një është problemi, pra, kur vimen ka ana liturgjike, që liturgjia, tha që dhe i herë, është hiri i Zotit kur bat vizive, bat e prekshme. Edhe kisha e mërë përdorit një personin që ju thatë, që ka ba keq, po kujdojnë se banë mirë, edhe në përmjet kost tashme që thash, të një fjallin e Krishtit, i difton me thanë që ku jeti, se tash kam balafaqimin unë. Unë kam menu si jam i meqëm, Allah, kam jam di gjithë shapur, po më shof gani vilën e thomë, unë s'ka kam kërkun, ma. Pra edhe këta në kana shpirtënore të i pas mësimit e Krishtit, fillon me dalu ku janë të metat, e kur fillon me ranë të metat, si tha që edhe herë, e shef që jashtë keq, atë janë vetë ju të ullit njërin gjë të zëtë më falë. Edhe fillon penesa. Mi pa të herën, pra, i kja periulla kreshmeve, ashtë kur na filloj mu purgare, mu pastru. Edhe Krishti na nep në 3 pikat forta, adin si mund është mu pastru. Thot, në përmjet lutjes, në përmjet agjerimit, edhe në përmjet elmoshës. Po, si me mund do thanë, si mund e mund këta që mi ka qa lutja. 90% e njerëzve kujtojnë se lutjave që tu i kërku Zotit. O Zot, banet mujtën me pasi rokët mirë që ta blej Cadillac.
O Zot, ma ne plotarin, adin që të fitoj pare, ka me gudit këtë. Zana. Krishti thot, lypni i ka mi ulan, gërsit i ka mu hap, kërkoni e keni me gjetë, ashtë e vërtet, edhe ata ti në bëzoti. Por lutja ma përsosun, ashtë aja lutje, kur ti e vën vedin, pra me ta najta vedijin e të metave që ke, edhe me nevojnë i jasë zakonshme, me dëshirin jasë zakonshme që ke, për më nërshu, për mu ba si biri i Zotit, pra mu ba si Krishti, Krishti në thot ne, be perfect, as the Father is perfect. Banu perfect një ashtu si Zotja perfect. Pra ty menu më për të unë, adhe janë i dalë për para Zotit. Edhe me i këtë natyrë që jam i të nejtë atë metë, edhe për para, pa i kërku gja. Po edhe situatën teme, shpirtnore, shoqënore, familjare, intelektuale, fizike, gjithça, edhe për para Zotit, baun. Edhe kur edhe për para Zotit, më nohëmi i hapsyt, edhe vesht, e shpirtit për me mujt me një, që më thot aj mu. Ja bi situatën, Zotit, o Zot, jam grina vec. Se a di për nërë as grus, as burët, as fmive. Gjithmonë vete më nohë me marë, me ba. Jam smirëzi, jam raja nena, në mashtëri këtej. Du me nërshu. A dhe këti avën veshin në tjela i ta difton ty, keme e marë me 1 miliard %. Keme marë përgjigjën e përsosën, po rri besnik, një asa që të thotë Zoti, edhe keme pa që keme u nërshu. Nërshimi e dhimshëm, ka dhimje, një njëri që ka pi duhan, 10 vjetë, nuk ashtë fan, nuk ashtë gëzimi malë, mos me pi duhan, kur ki hangë i direkt mirë, ki dalë në balkon, me pi i duhan, e ke qef. Mirë po a vujtje, pra nej vujtja paka shumë, unë e krasoj me Krishtin kryq, që mas kryqëzimit Krishtit, vjen shelbimi. Pra vujtja nuk ka gjatë tjetër, vetëm bjen fitore në male, sepse i ditë kemu pastrullë, s'ka me trarmë në ma, për duhanin, për drogën, për alkoholin, për qëfar dësoj vesësh tjera që mundet me pas njëri. Pra, i ka ashtë për julla, kur sa ja dyta, kur thot për me agjeru. Agjerimi nuk ka vetëm me thënë po heku qokoladat, ose po heku mishin, i gjesti bukurimi, nuk ka një prepa, aja forcon vullnetin. Agjerimi është na e vrasim kohën, që agjaja ma shtajnë që eksistën botë, vjen i herës, vjen ma kur, e vrasim kohën. Vrasim mundësit për mi dhanë njërzve dashni, mi diftu njërzve që ti e i vlefshin për mu, ti aktualizon disa potencat që unë nuk mundem, ti e te për i rëndësishëm. Për mi diftu që du fort, për mi diftu që mënoj për ty, që prezenca jote në këtë botë ma banë gëzu me jetën teme. Ne ena, i ki pasa ena kopratësa në këtë dërtim. Nuk ja bajmë i telefon një tjeti që e dina se e gëzojmë, se kira qef me edenu, me e ba me vujt. Verëm ja baj telefon. Mi thana e lavi ju, adin, po dhëmë këtë, ka menu për ty sët. Adin e tana, e më rralë. Atëhera tjetra vjene e punë për melan. Adin pra për me kanë që i thonë elmosha. Shpesher në njerëzit e masim vetëm sa pare napim. A djali mirë, ka dha $1.000. Nuk jam të thonë sa keqë. Ose ka një mua dhe a janë veprat mërkullushme. Sa matë mërkullushme jam kur i dham i napim dashni, kuraj o tjetërit. Që e vëntanët. I njerëzve kur i thu mirë se keni ardhë në mesh, faleminderit se keni ardhë mesh, keni i diftoj vlerat. Jo si thot i për tjetër, pse i thu faleminderit, sa ata kanë për detyrë më ardhë në kishë. Po e kanë për detyrë, po dhe se kanë për detyrë. E të gjofë se e kanë për detyrë për vedi mu janë të mëgzu, sepse nuk ka gëzim matë malë për pritin, se sa kur shef kishën plët. Shumë faleminderit, Don Fredi, për këtë shpjegim që bere të gjerë, por ishte shumë kuptim plot, dhe të falenderoj shumë.